Kush e përcakton mbi çfarë shtylla ndërtohet gradualitetin e tij, mbi çfarë shtylla? Mbi dy shtylla kryesore, mos harroni. E para është mundësia me standardet e shariatit. A është e mundshme fetarisht? Po, sa është e mundshme me standardet fetare? Prit pak, po fetarisht mundësia. Dhe e dyta, interesi, maslaha, dobia fetare. Nëse e inicoj dëmi më i madh të dobia nuk foli. Po dëmi e dobia mbi bazën e kujna fes, jo interesit personal. Për në gradualitet ndërtu mbi bazën e mundësisë dhe interesit, që të dyja me standardet e shariatit dhe shpalljes ato. Ama jo. Fetarisht ka rregulla, kur një veprim, nëse e shkakton një pasojë, konsiderohet i dëmshëm, kur? Ka rregulla për këtë. I matëm, dërsojmë ezmëtutje. Po jo, na me imaginu rregulla, pi vetës tonë, na me thonë, apo. Pastaj sa lehtësime t'i bojnë njerëz për fejnë Allah të barë të Allah, jo, këtë tem njëre, nuk e qelim një tem, jo pse tutëm, se s'ban me pas frikë, nuk ban me pas frikë, frika nuk është arsye, për me arsyetu ndryshimin e fesë, larga saj. Po, temi gradual, po, mi bazën e, asaj që shkratit dobi. Nëse e lëviz këtë temë, shkakton këtë pasoj, fetarisht ke bëjt dëmë ashtu se dobi. Nuk e inicoj për shkak se fetarisht, po bëjt dëmë. Jo personalisht po bëjt dëmë aftë. Edhe çështja e mundësisë. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah se ngarkon askën për të mundësive. Prandaj në Allah tha, kul, thuaj, përhape, fal për këtë temë. Kudo që t'jeni, falni njerëz për Allahun te barekuta. Po jo mi folni për Allahun xhallahu ala, Allah na ka kriju, andaj ti duhesh për tjera u largu. Prit pak apo. Mësoj kush Allah xhallahu ala, bënë me dash Allahun te barekuta. Bënë me madhnu Allahun xhallahu ala. Lidhe me Allahun te barekuta. Pastaj kur funksionon lidhja, edhe madhnimi vjen në shtrime. Kjo rregull do të mos pari me lidh me Allahun te barekuta. Pastaj më jamur zëm madhnim e pastaj funksionon në shtrime. Thuaj njerëz kush është Allahu azza xal. Thuaj kul huwa Allahu ahad. Një Allahun te barekuta, me emrin Ahad Samad. Falju njerëz për Allahun përmes surës, përmes ajetit kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Fal, çka thirrja?